para mendon e vëllezër, para mendoj vetën tonë ditën e Kiametit, kur Allahu i ringjall të gjithë krijesat, prej të Ademi deri te fundit, edhe thirrët që të prezanton para Allahut Azza wa Jall, firani biri filanit, nuk i shkon ndërmen që thirrët vetëm filani, kur të rënditet zemra, kur të lëkunden kam të vëllezër të ndershëm, pasi që njerëz vetëm 50.000 vite kanë qëndru në kam, atëherë do të thirret njeriu që të prezanton për Allahut, ku është filani biri filanit, atëherë do ta kupton ky njeri se Allahu Azza wa Jall e fton që të prezanton për Allahut Azza wa Jall, e marrin melekët dhe kalojnë pranë gjithë krijesave, para transmeton me një hadith që e ka nxjerr Abdullah ibn Omeri, e pyetën Abdullah ibn Omerin dhe i than: a ki ndëgju diçka për një çështje që i thuat në gjua? A ke ndëgju për diçka që Allahu Azza wa Jall ban bisedë me dikan në vetëmi? Abdullah ibn Omeri tha: e kam ndëgju pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, që më kanë tregu pejgamberi Allahut dhe ka thonë: Allahu Azza wa Jall besimtarin e merr në vetëmi e afron, o filani biri filanit e ja, askush nuk e ndëgjon çfarë diskuton Allahu Azza wa Jall, mirë po pejgamberi Allahut na tregon çfarë bisede zhvillon Allahu Azza wa Jall me ato që i don. Allahu Azza wa Jall thotë filan: a e din se gabove filan venin? A e din si ti bon e gjuna dhe më katë muë në këtë kohë? A e din se këtë vend dhe këtë vend? Tha: unë isha i cili ti mbulova në dunja, unë isha i cili nuk tërprova në dunja, sot tha unë jam a i cili ti fali. Kja është gëzimi ma i madh i besimtarit, dhe i pat fletush ka libra e ti në dorën e gjatë, dhe kë njeri krenohet për gjithë krijesave dhe thot: femma men oti e kitabe o bi jemini, feja kolu ha o mu kara o kitabje, o ju njerëz, e jani lexon e fletushkat e mija, e jani lexon e librin tim, autori këti librit je ti. Para ta Hasan al-Basri u thot: a ka më të drejtë se Allahu Azza wa Jall, i cili të ka bo të lexosh librin tanë në vetë, të pohosh librin tanë në vetë, të llogaritësh për librin tanë ti vetë. Para Allahu Azza wa Jall thot: iqra kitabek kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba, ti do të llogaritësh vetën tonë, autori librit jemi ne. Para të Hasan al-Basri u thot: ke kujdese, fletushkat e bardha tu kanë thonë, prej asaj dite që ke orë këtë dunja, ke i në sprovim, ke i në provim, mos i shiqo fletushkat e qerëve për rreth teje, se ka mundësi ora e provimit të mbaron, dhe fletushkat të mirët dhe të varët në qafën tone, edhe u pëkohen duke u mirë me të qertë, miru me vetën tone, dhe përgjigju Allahu tanë, që të gjesh mirësi tek Allahu Azza wa Jall, dhe të krenohesh para gjithë krijesave në ditën e gjykimit, duke i thonë: ha umu qara'u kitabije, inni dhanantu anni mulaqin hisabije, fa huwa fi 'ishatin radiyah, fi jannatin 'aliyah, qutufuha daniyah, kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Këti do t'i thohet në njeriut që do t'i drejtohet njerëzve dhe thot: e jani lexoni fletushkat e mia, e jani lexoni librin tim, unë jam me çka unë të sot kam mundësi që të krenohem, është dita e krenaris, dita e lartësis, dita e miqdet pe Allahut, që Allahu Azza wa Jall i drejtohet këtij njeriu dhe i thot: kulu washrabu haniyan bima aslaftum fil ayyamil khaliya, hani, pini, dëfërono në gjennetin Allahut Azza wa Jall për ato ditë që keni vujtë në dunja për këto ditë. Pra vëllezër të ndershëm, për ato ditë që ju ki përgjigjë muezinit Allahut, për ato ditë që ju ki rujtë në haramit, për ato ditë që ke pas frikë Allahut, thot a ditë e dëfrimit, ndërsa ndëgjone për ata të cilët e praktikojnë fejën Allahut, nuk e kushton kujdes dinit Allahut Azza wa Jall, ditën e Kiametit ringjallën ata të etur 50.000 vite në kam, të etur, të uritur, dielli mbi kokat e tyre, para transmetohen nga pejgamberi Allahut, që a tha pejgamberi Allahut, kur e lexoj fjalën e Allahut Azza wa Jall: yawma yaqumu an-nasu li rabbil alamin, ditën e Kiametit njerëzit kanë me qëndru para Zotit të tyre,
Tha pejgamberi Allahut, dielli do të jetë mbi kokat e tyre. Dhe tha pejgamberi Allahut, njerëzit do të jenë në gjersat e tyre. Gjersa e tyre i mbulon disa nga ato. Derisa pra pejgamberi Allahut me një transmetim e preki gojën dhe tha, në gjers 50.000 vite deri te thellësia e gojës së tij apo mesi veshëve të tij. Po gjithashtu shtohet gjithashtu vëllezër të ndershëm, e që në ditën e gjykimit ku të sjellët xhenemi, si transmeton Imam Muslimi, që thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ditën e gjykimit sjellët xhenemi 70.000 melek me 70 militar e sjellin xhenemin ditën e gjykimit para Allahut azza wa jall. Shtohet vapa e madhe vëllezër të ndershëm, dhe kallaballëk i madh e shton vapën, e shton eqen vëllezër të ndershëm, derisa transmeton pejgamberi Allahut në hadithin e shefaatit që thot, tregon dhe Allahu i drejtohet çifutëve dhe krishterëve dhe thot, a keni do një kërkes apo do një ëndër këtë ditë? Tha, o Zot, vetë një pik ujë që ta shuan eqen tonë. Tha, shkoni se që eqen e keni para jush. Xhenemi vëllezër të ndershëm zrit sikur me qenë boqill apo si me qenë pos apo deti. Hedhën çifutët dhe krishterët me pretekst dhe duke mendu se do ta shijojnë këtu do ta shuajnë eqen e tyre. Megjithatë i shtohet eqja vëllezër të ndershëm, derisa në këtë rast i drejtohen banorëve të xhennetit duke i thonë, si tha Allahu azza wa jall suratul Araf, ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا. Allahu azza wa jall tregon dhe thot, banorët e xhenemit i drejtohen banorëve të xhenetit dhe thojnë, na japni një pik ujë ta shuajmë eqen ton, na japni diçka që Allahu ju ka furnizuar juaj. Ndonjë vëllezër banorët të xhenetit, çfarë i përgjigjen banorëve të zjarrit dhe i thojnë, inna Allah harramahuma ala al-kafirin. Allahu azza wa jall ja i ka privu dhe ja ka bo haram që ta shijojnë ushqimin që ja shuan atin dhe urin, e aspijen që ja shuan eqen atyre. A dini cila është arsia? Arsia Allahu e tregon Kurani Kerim, thot alladhina ittakhadhu dinahum lahwan wa la'iba. Për shkak se ata e morën fenë e tyre hajgar, për shkak se ata lozin me fenë e tyre, për shkak se ata u tallshin me fenë e tyre. Allahu azza wa jall thot, të gjithë ata të cilët nuk e kushtojnë dhe nuk e morin me seriozitet fenë e tyre, do të privohen ditën e gjykimit me më të dashurin e tyre. A e ka më e dashur se sa në kohën e eqen që ta shuajsh eqen tane? Për atë Allahu azza wa jall thot në Kurani Kerim, wa amma man utiya kitabahu bi shimali, ndërsa atinve që jipet libri në dorën e majt apo i jipet nga shpina e tyre, ka thonë se dora e majti qitet pi vendit për ta morë librin për mas, apo koka i kthehet atinve te mas. Ndonjë në vëllezër, çfarë ki njeri i cili o frikë nga vdekja, çfarë shpreson dhe çfarë ndron në këtë çast? Wa amma man utiya kitabahu bi shimali, thot sikur mos mu kishte dhënë libri fare, sikur mos ta kishte lexu librin që kanë vepruar në jetë fare. Ja lejtaha kanatil qadhiya, sikur të kishte vdek dhe mos t'ishte arrin gjallë. Thot Katade, s'ka pas sen ma i urejtër tëri atë ditë vdekja, sot për ndron vdekje. Ja lejtaha kanatil qadhiya, ma aghna anni malija, helaka anni sultanja, kejt që e grumbullova mali nuk më sjellin dobi. Edhe gjithashtu postat që i kalova nuk më sjellin dobi. Kompetenca që i kishtë në dunja, sot ku janë ministrit, ku janë qeverit, ku janë njofësia. Allahu azza wa jall e tregon që do të pohon kë njeri, ma aghnani malje, helekani sultanije, s'ka pozit, s'ka mitësi, s'ka dërmjetësim. Allahu azza wa jall i drejtohet zebanje,
kujdestarëve që e nemit dhe i thënë khudhu fe gulluh, thumë el gjahime salluh, merë në lidhne me pronga. Pronga të cilët do të lidhet ki njeri, kanë thonë me prek tokën, do të kishte shkrinjen edhe kodrën më të madhe si përfaqen e tokës. I prangosër ki njeri, dhe thot qonë në gjenem për çkak se ki njeri, innehu kane la yu'minu billahi l'azim, se ki nuk e beson të Zotin e madhrishëm, ki nuk garonte që ta knoq Zotin e vetë, wala yahuddu ala ta'amil meskin, dhe ki nuk u kujdeste për të varfin, felejse lehu l'jaume hahuna hamim, sot ki njeri nuk ka as dost, as mik, as kërken.